Yeah, lying to the viewers. Who's the one who lies to the viewers? In a different way. In different ways, in fact. Okay. Unë besoj që na mrena mundemi me... Që shka dhe njërë pytja? Cili banor mashtron publikun? Okej. Sipas mendimit tënd. Sa i përket kësaj pyetje, unë besoj që publiku është ai që e sheh më së miri lojën e gjithë secilit prej neve, kështu që na mundemi me mashtru njëri tjetrin, po publiku besoj e sheh se kush çka është të bo. Kështu që mendoj që kur të e mashtru publikun. Përgjigje shumë e saktë. Qashtu bravo. Janë disa sene që nuk shihen ose nuk vrejnë në publik. Okej, ajo është diçka Është diçka tjetër, po nuk muj me jap mendim tash për tash, sa shumë shpejt. Po okej, dhe ju mos e merrni, është jep në mendimin që e keni tash për tash për çka ditë sa kanë kalu. Që të fjala mund e mi hongër mas 2 javë se ndrojnë kompletësisht. Ata publiku që mos e merrni, mos e merrni me ja përgjigje diplomatike. Publiku atë e sheh vet. Jep në mendimin sipas mendimit tim, mendoj që është mirë me jap mendimin për çit javë. Okej, nice. Gjithsesi cili mund me bë, se na kanë i hongër na çto fjalë që na tu i thonë që tash. Jo, nuk është që ti del drejt për drejt me mashtru publikun, po cili sipas teje ka tendencën, thonë, me ja sjell ndoshta publikun. Jo, më edhe drejt për drejt, kush mendon se e mashtron? Po. Tamam pyetje. Ajo është para që kema. Po. Unë ja A mendoni ju që dikush e mashtron publikun këto? Po. Kush? Tentoni në fakt. Kush? Disa. Po je pa e emrin, mos ju përgjigje, je pa emrin. Cili pa? Ti, Sasa, kushtrimi, Edi. Okej. Për disa gjëra. Okej. Kushtrim! Falenderojmë shumë. Keni disa tendenca. Okej. Ti tërkosh mendon që e mashtrojnë publikun? Unë jam. Kush? Okej. Unë besoj është i banor i Mrana. A për tavolinë? Jo, për të